Rritja e çmimit të karburantit si pasojë e konflikteve në lindjen e mesme po godet drejt për së drejti bizeneset që kanë naftën si lëndë të parë mes tyre dhe autoshkollat. Nëse situata vijon, operatorët paralajmërojnë rritje të çmimeve për patenta dhe rrezik paralizimi të aktivitetit. Drejtuesi një autoshkolle në Elbasan, Qani Xhafa, shpreh se pavarësisht kostove në rritje, aktualisht po punojnë me të njëjta tarifa, duke ulur ndjeshëm fitimet. Sipas tij, sektori ndodhet në kufijtë e mbijetesës, ndërsa i bën thirrje qeverisë për ndërhyrje të menjëhershme. Aktualisht ne po punojmë me çmimin që kemi patur, pavarësisht rritjes së çmimit të naftës për shkak të luftrave, por kjo nuk mund të vazhdojë gjatë, si gjithë sektorët e tjerë dhe sektori i autoshkollave do të paralizohet nga rritja e çmimit. Kështu që unë do t'i bëj thirrje qeverisë shqiptare që të marrë masa në këtë drejtim, qoftë me heqjen e përkohshme të taksave që paguhen tek litri i naftës, apo kompensimet e tjera që mund i bëjnë sektorit autoshkollave, siç po veprohet me sektorin e transportit, apo me bujqësinë, apo sektorit e tjerë që janë prekur kryesisht nga nafta. Sektori i autoshkollave lëndën e parë këtë ka naftën dhe në moment sapo të filloj punën në mëngjes, te nafta do të vazhdoj që të punoj. Kështu që ne kemi përballuar vetë, do vazhdojmë 1 muaj, 2 muaj, pastaj do fillojmë me rritjen e çmimeve, por kjo populli i Elbasanit ju e dini që ne për shkak edhe të nivelit këtu nuk mund të rrish çmimet e patentave sepse nuk e përballon njerëzit. Sipas inxhinierit Xhafa, alternativat si përdorimi i mjeteve elektrike apo me gaz konsiderohen të papërshtatshme për kursantët e ri, duke e bërë edhe më të vështirë përballimin e situatës aktuale. Kanë bërë dhe zgjidhje të tjera, për shembull me mjete elektrike, por autoshkollat e kanë pamundur të funksionojnë me mjete elektrike, sepse ato janë vetëm automatike. Ne kemi manuale kryesisht mjetet e autoshkollave. Mund marrim një mjet, por thjesht kërkesat për automat janë shumë më të pakta, kështu që nuk është zgjidhje. Po kështu janë dhe mjetet që punojnë me gaz, por për kandidatët e ri është shumë vështirë të punojnë me mjete me lënë djegëse gazi, sepse fiket lehtë makina e kursantëve, qoftë në provime, qoftë gjatë përgatitjeve, është shumë e vështirë. Kështu që ne alternativën kryesore kemi nafta. Nafta themi ne është për fukarit. Ndërsa fitimet e autoshkollave po shkojnë drejt zerimit, vështirësitë po rrezikojnë funksionimin normal të tyre. Megjithatë, drejtuesit e autoshkollave theksojnë se cilësia e shërbimit vijon të mbetet e pandryshuar.